Keni parë ndonjë ëndër të keqe nga e cila nuk mund të zgjohesh dot? Mirë se erdhët në botën e Ed. Bedla me ka kapur atë dhe e ka kapur keq. I madhi B nga gërmimet gjeti një pjesë teknologjike të quajtur sfera. Kjo sfera pati një ndikim shumë të keq tek Edi dhe i dha Bedlamit mundësinë perfekte për ta kapur atë. Tani vetëm një gjë është në mendjet e skuadrës së dogjove. Ed! Të marrin Edin dhe ta sjellin në shtëpi. Qyteti i progresit, në të cilin korrierët luftojnë që i ligu Zoti Bedlam të mos marrë porositë e tyre. Dhe një korrier fluturues është më i miri, Ed. Rregullimet mbaruan dhe jemi gati. Shumë mirë atëherë. Skuadra, misioni ynë është të marrim Edin. Prisni. Përpara se të niseni për shpëtuar Edin, dëshiroj të më ndihmoni për të marrë një porosi. Fuqizoni. Tu ka gërmuar Bedlami për sferën. Çfarë po kërkojmë atëherë? Kontenerin e sferës. Është vetëm gjë që mund ta mbrojë Edin dhe ta ndihmojë atë që të kontrollojë veten. Kjo është. Por nëse sfera është për Edin, atëherë pse ka një ndikim të keq tek ai? Kur e krijova Edin në bazë të instruksioneve që deshifrova, mendova se ai ishte kompletuar, por e kisha gabim. Mungonin disa pjesë të tij. I gjori Edi, pjesët e mia janë të çmendura, por nuk kam humbur asnjë nga ato. Po pjesët e tua janë të vlefshme. Oh, ato nuk i kam patur asnjëherë. Tani e kam kuptuar që sendet duhet vendosen sipas një renditje të caktuar. Sferës nuk i ka ardhur ende radha për të vendosur. Nëse Bedla ne inkorporon atë në strukturën gjenetike të Edit përpara se ai të jetë gati. Duhet të shkojmë ta marrim atë tani. Oh, fantastike, shiko, gjeta një kapele. Punë mirë, Lugi, ky është konteneri, fute sferën te kjo voglushja dhe ajo do ta mbrojë Edin. Skuadra, jeni vetëm tani, Edi dhe unë kemi besim tek ju. Mos u shqetëso, ne do ta sjellim në shtëpi. Kaq e përsosur, kaq e fuqishme, kaq aliene. Përse vazhdon të merresh me të? Mos më nëmvlerëso mua. Me kalimin e kohës, miku jon do ta zbuloj qëllimin e këtij sendi të vërtet. Le të argëtohemi pak. Mundem? Zoti Bedlam, drita e lajmeve të këqija undes. Mos e lufto atë. Dorëzohu. Ja! Zoti Bedlam, drita e lajmeve të këqija është në maksimum. Me sa duket, më në fund, ai po mësohet me sendin. Ti je më i fortë nga sa mendoja unë. Më lit të qetë! Lajmeve të këqija u mbyll. Teksa argëtohesh, mos harro se nëse Ed pëson një krizë mendore, ti nuk do të mësosh asgjë. Oh, edhe laboratori është gati për të shpërthyer.
Mirë, ndoshta ka një mënyrë tjetër. Do të gërmoj derisa të zbuloj se çfarë të bën ty të veçantë. E mban mend analizuesin tim të gjeneve? Do ta ndaj dënën tënde në pjesë pak e nga pak. Duket e dhimbshme apo jo? Po ashtu është. Ndiu i lirë të bërtasësh. Më pëlqen shumë kjo gjë. Bum, voglushe, tani vjen ajo që ne quajmë shpërthim. Kini mendjen të gjithë që tani e tutje Bedlam ka avantazhin se është në shtëpinë e tij. Kjo është pak si shumë e thjeshtë. Po, herën e fundit ram në kurth. Sa është mundësia që kjo të ndodhi përsëri? Le të themi thuajse 100%. Rio botët, ju rre këta tipat. I kemi mundur edhe më parë këta. Po, përpara se ata të përmirësoheshin. Do doja të luftoja me ty, por me sa duket i je i lidhur për momentin. O, e mori dreqi, ata po na mundin. A je i uritur? Ha pak super plazma. Oh, me sa shoh nuk qenë ke i uritur. Zero? Ti nuk do të jesh më nën kontrollin e Bedlam. Sa mirë që jetë përsëri mes nesh Zero. Nëse ti ke dëshirë mund të na ndihmosh të mundin disa robot. Kjo ishte vërtet e këndshme, shpërtimi vjetër centrifugal. Zero, të lumt vogëlush. Jo, mos u ngri. Zero? Brinjët po thyhen, po humbazim ndjenja. Gëzojmë dhe unë që të shoh djalosh i madh, por Bedlam nga kapureti. Ruhuni! E dija që struktura jote gjenetike ishte mrekullueshme, por gjithsesi nuk kam akoma një tablo të saktë të saj. Crouch, telefoni yt po bie. Përshëndetje. Është për ty. Korrierët. Kemi ardhur për Edin, na i jepni tani. Ju nuk jeni në pozita për të kërkuar diçka. Ti, bëj ata të thonë ouch. Çfarë po bën? Jo mua, ata. Një me antarin ton më të ri. Zero.
Cora, ktheje nën kontrollin tim robotin. Është e pamundur. Matrica e tij logjike ruhet nga një sistem sigurie i padepërtueshëm. That's Të kapa 60. Wow, kjo gjëja duket vërtet e shtrenjtë. Ja ma! Bingo! Ed, Zoti Bedlam! Arratisja që këtu është e pamundur. Ne merremi çdo ditë me gjëra të pamundura. E vërtet, të martën 2 herë. Sigur kjo ka shumë rëndësi. ose nuk ka rëndësi. Wow! Dua të them punë e paq me Fiz. Po çfarë të them? Vajzave të tjera ju pëlqejnë buskuqet dhe stolit. Unë preferoj impulset plazma dhe shkrirjen 2 fisha. 0? Po edhe mua më ka marrë malli gjithashtu. E Jani, mësuesi i vjetër po na pret. Le të ikim që këtu përpara se të... Vraponi, nuk do t'ikni larg. Ed, si ndihesh djalosh? Nuk po më dhëm më koka. Kjo është fantastike. Ej, skuadra, nuk do të bëni më punë për 1 javë. Oh, kjo është kaq fantastike. Jo plera, jo pastrim, jo akullore. Prit pak, ne e pëlqejmë këtë të fundit. Sfera është një pjesë tjetër e imja apo Në jo? kohën e dur, kur ti je Por gati? unë ndihem gati. Unë e kontrolloj atë tashmë. Wow, Edi e mirë? Unë ndihem si i rigjeneruar edhe unë e di se ku e ka vendin kjo. Prit, ku do të shkosh tani? Kjo është diçka që unë duhet ta bëj vetëm. Po ti nuk je gati. Po unë jam. Ajo që kërkon Bedlam është ADN-ja ime e çrregullt edhe këto sendet, edhe gjithçka që unë bëj vën në rrezik të gjithë. Edhe unë do të ndihesha shumë keq nëse ju djema lëndoheni për shkakun tim. E gjeta atë. Është nisur drejt sektorit 9. Dhe më e rëndësishmja është i vet. Aktivizoni me njëherë çdo robot, dërgo çdo klon. Përqendroni çdo pjesë të fuqisë time mbi atë korrier. Përveç teje, Crouch. Sektori 9, nëse do të vim përsëri këtu, kjo ka për të ndodhur pas shumë kohësh. Pash vorpullën në vizionin tim. Ky është vendi ku gjendet sfera. Shoku, hidha atë dhe t'ikim sa më shpejt. Spiker, Ti dërshtove. e ke shumë gabim, unë sapo kam filluar. Mori fund. Ke të drejtë, mori fund. Djema, Nëse do t'ikësh më në atë mënyrë e di çfarë. Ne mund të mos vimë për të shpëtuar. Ku është sfera? do të thuash kjo?
Gjatë gjithë kohës kam testuar aftësitë e jashtëzakonshme të Ed, por me sa duket ju e keni harruar që qyteti i progresit është vetëm i imi. Kjo gjëja që ju e quani sfera është e imja dhe ata janë të mit gjithashtu. Kapeni Edin, vritini të tjerët. Çfarë? Kush je ti? Unë jam një miku juaj i vjetër dhe vi nga e ardhmja. E ardhmja? Do të sigurohem që ti të mos kesh më të ardhme. Teletransportim, fantastike. Jo, ishte një kërcim i lëndës. Është e njëjta gjë. Një reng i bukur, por nuk do të shpëtoj kjo. Ai ka të drejtë. Jo, ai gabon. Mini robotët, ai po... Rrit shanset tona. Sulmoni! Ishni dorë dhe u premtoj një jetë të dhimbshme dhe me vuajtje. Unë jam një njeri arsyeshëm. Në gjitha ato vite që kemi punuar bashkë, ti nuk e qenë kur i arsyeshëm. Ti më njeh shumë mirë, Antoni. Antoni? Toni! Emrit është Toni! Kusho? Ne jemi bllokuar. Duhet të ketë një rrugdalje. Ti duhet të përdorësh sferën. Jo, ai nuk është ende gati. Po, unë jam. Ti nuk më shpëton dot mua. Sfera, ajo shkatërroi Edin. Nuk jam dakord me këtë. Ed, Gjak nxet! Të thash që isha gati. sa herë jam vërtet i lumtur që isha gabim. Ku ndodhemi këtu? Dhe çfarë po ndodh atje? Ed? Është simboli yt. Por nuk e kam iden se çfarë kuptimi kanë këto. Kjo është shumë e ngatruar, e shikoni? Po sigurisht që kjo ka kuptim. Ata janë për secilin prej jush, nuk e shikoni. Mësuesi i vjetër, mësuesi. Burn, luftëtari. Dec, ndërrimtarja. Fiz, ndërtuesja. Lugi, humoristi. Ej, po për mua nuk ka një epitet? Thjesht po pyesja. Me sa duket jemi të gjithë së bashku, djema. Të gjithë për çfarë? Për të shpëtuar botën nga e keqja e vërtet. Ti? Po kush je ti? Unë jam rojtarja. E kujt? E kësaj. Makina. E madhe. Është e madhe. Ndjemi dobët. Oh, nuk ka asnjë dyshim që jam befasuar pa mas. Po për çfarë shërben kjo? Do ta mësosh kur të jesh gati. Çfarë? Po pse të gjithë vazhdojnë të më thonë se nuk jam gati? O, sa e mërzitshme.
e rove tashma? Të klonosh një krah do kohën e vet. Prisja ti ishe më i mërzitur. Po, pasi e kape Edin, e humbe dhe atë dhe sferën. Përpallja me Doktor Hong dhe humbja e krahut tuaj. Ja vleu diçka e tillë. Më lejo që ta gjej. Ti do ndërtosh Edin tënd. Oh, të lutem. Nuk jam kaq i parashikueshëm. Unë do ta ndryshoj edhe nën time dhe do ta bëj si të tjen. Pastaj sekretet që ndodhen nën qytetin e progresit do t'janë të mijat. Gjithçka përfundoi. Coach? Ups.